Prej muajsh Izraeli ka nisur të fshej identitetin e ushtarëve të vetë. Emrat, fytyrat, madje dhe informacionet më bazike. Por pse dhe çfarë po ndodh në të vërtetë? Forcat mbrojtëse të Izraelit këtë vit publikuan 120 ushtarë si fitues të çmimit të presidentit, por me fytyra të mbuluara, ndryshe nga viti i kaluar, kur ata shfaqeshin hapur. Jo, kjo nuk lidhet me privatësi, por lidhet me frikën e gjykimeve ndërkombëtare për krime lufte në Gaza. Pas një rasti në Brazil ku një rezervist izraelit u hetua për krime lufte dhe iku me urgjencë nga vendi, IDF-ja vendosi kufizime të reja. Ushtarëve në ngradën kolonel u ndalohet të shfaqen fytyrat dhe emrat në media. Intervistat kalojnë në cenzurë ushtarake dhe paralajmërohen se mund të arrestohen jashtë vendit, shton raportet. Sipas raporteve, vetëm në 18 muajt e fundit janë dorëzuar mbi 50 ankesa ndërkombëtare kundër ushtarëve izraelit. Disa prej tyre tashmë janë kthyer në hetime aktive jashtë Izraelit. Të fshehësh identitetin. A mund të lidhet kjo në një farë mënyre edhe me pranimin e fajit nga ushtria izraelite që e ndjejnë brenda vetes derisa po ushtron gjenocid? Për një vit e gjysmë kemi një situatë alarmante brenda ushtrisë izraelite, ku janë regjistruar 279 tentativa vetvrasje midis ushtarëve izraelit gjatë luftës në Gaza. Është ky një numër që tregon barën psikologjike të kësaj lufte edhe mbi ata që e zbatojnë. Betet të shohim se sa kjo strategji e Izraelit do të jetë efikase që të kursej ushtarët e saj duke u shmangur përgjegjësisë ligjore në arenën ndërkombëtare.